E ke dëgjuar ndonjëherë këtë fjali? Ka gjind, nuk është më vetvetja. Ndoshta e ke dëgjuar nga dikush në lagje. Ndoshta nga një hall, një fqinj, një mik, ose ndoshta nga nëna jote. Duke folur me zë të ulët për një të afërm që u bë ndryshe. Njerëzit fillojnë ta përmendin me frikë e druajtje. Po ai s'është mirë. E kanë zënë gjindët. Fillimisht thua, mos, janë vetëm fjalë. Por pastaj e sheh me sytë e tu, dikush që ka qenë i qeshur, i qetë, tani flet me zë të çuditshëm, sillet me nerva, mbyllet në dhomë, ose qeshe bërtet pa arsye. Thon, se kupton më vetveten. Në fillim mendon, është stres, lodhje, ndoshta depresion. Po mirë, pse si bëjnë efekt ilaçet? Se njohin më në shtëpi. Atëherë fillon të dëgjosh më me vëmendje. I ka shkelur gjindët, thon të moshuarit. Disa thon që ka hyrë në ndonjë vend të ndaluar, në pyll, në mal, në gur të lashtë, në burim uji. Ndoshta s'ka thënë bismillah kur hodhi ujin e nxehtë, ose ka folur keq natën, kur gjindet janë në qarkullim. Ka raste që më treguan njerëz të thjeshtë, jo të çmendur, as të parsimuar, por që e kanë parë me sytë e tyre, tek motra e tyre, tek djali i shtëpisë. Disa u shëruan me lexim, me lutje, me ujë të lexuar. Të tjerë janë ende në luftë, një luftë e padukshme. Çfarë thot feja për gjindet? Në Islam, gjindet janë krijesa të padukshme, të krijuara nga zjarr pa tym, përpara njeriut. Disa janë besimtar, të cilët nuk bëjnë keq. Të tjerët janë mosbesues, të errët, të lidhur me shejtanin. Në Kur'an, surja El Jin flet për ta. Profeti Muhammed ka këshilluar që të përmendet emri i Allahut para se të hyjmë në vende të zbrasta, të errta, apo para se të hedhim ujë të nxehtë, sepse mund t'i shqetësojmë pa e ditur. Në krishterim, gjindet nuk përmenden me emër, por përmenden shpirtrat e këqij dhe demonët. Janë krijesa që hyjnë në trupin e njeriut dhe e kontrollojnë. Jezusi vet ka dëbuar demon nga njerëzit, me lutje dhe forcë shpirtërore. Edhe sot, ekzistojnë priftërinj që bëjnë ritualin e largimit të frymërave të këqija. Nëse shohin që një njeri nuk është më ai që ka qenë, po gjindet e mirë, apo janë të gjithë të këqij? Jo, nuk janë të gjithë të këqij. Në Islam thuhet se disa janë musliman, që luten dhe nuk dëmtojnë. Janë si njerëzit, disa janë të mirë, disa të këqij. Disa madje e ndihmojnë njeriu në heshtje, pa u parë, pa u ndjerë. Në popull thonë që ka gjin të bardhë dhe gjin të zinj. Ata të bardhët nuk të bëjnë keq nëse nuk i shqetëson, por nëse shkel në shtëpinë e tyre, flet pa mend, i ofendon atëherë ata mbrojnë territorin e tyre, dhe hakmarrja e tyre mund të jetë e frikshme. Si veprojnë gjindet e këqij? Njeriu ndjen sikur nuk është më vetvetja. Ka zëra në mendje që e komandojnë. Flet gjuhë që se di. Nuk e duron Kur'anin apo lutjet. Ka dhimbje që shpjegohen nga mjekët. Largohet nga njerëzit, nga drita, nga adhurimi. Ndodh që në momentet e leximit të lutjeve të ketë britma, të qeshura ose sjellje të dhunshme. Si të mbrohemi? Përmend emrin e Zotit sa herë hyn në vende të panjohura. Mos shko vetëm në vende të braktisura. Lexo ajete kuranore në shtëpi. Ayetul Kursi, El Felek, En Nas. Mos flit keq natën në vende ku nuk sheh për te i vetes. Ruaje veten me lutje të përditshme, me zemër të pastër dhe me qëllim të mirë. Nëse njeh dik që ka këto shenja, mos e gjyko. Mos e tall, mos e lër vetëm. Ai apo ajo po lufton me diçka që nuk shihet. Shko me të, mbaje dorën, dëgjoje, fol me zemër, kërkon ndihmë nga dikush që lexon, që lutet, që ka dritë në shpirt. Dhe mos haro, gjindet nuk i mposh dot as forca, as britma, por besimi i pastër dhe fjala e Zotit. Ka më shumë se çfarë shohim. Ka një botë tjetër, dhe ndonjëherë ajo përplaset me tonën. Prandaj, ruaje veten, ruaj të tuat, falu, lutu, dhe mos e tall askën që thot, e kam shkelur gjinin, sepse ti nuk e di çfarë ka parë ai njeri me sytë e tij.